Aleksandar Vučić nga Beogradi ka kërcënuar protestuesit në Serbi me ndërhyrje ushtarake. Kanë mbetur edhe 3 ditë deri në tentativën e tyre për revolucion dhe përmbysje të rendit kushtetues, që është një nga veprat penale më të rënda në Serbi, ka deklaruar Vučić. Madje i ka kërcënuar protestuesit se nëse rrëzojnë presidentin, do të përballen me ushtrin dhe gjithçka tjetër. Kërkesa kryesore pas marrjes së institucioneve do të jetë formimi një lloj qeverie tranzitore. Ata nuk mund të rrëzojnë presidentin serb, sepse e dinë se kjo do të sjellë konflikt deri dhe të armatosur, theksoi Vučić, duke shtuar se derisa ai të jetë gjallë, nuk do të pranojë asnjë qeveri tranzitore, pasi sipas tij kjo do të thotë t'u dorëzojë Serbinë mashtruesve. Që nga nëntori viti 2024, Serbia është rënditur nga protestat masive kundër korrupsionit, të shkaktuara nga shembja e një tende stacioni treni në Novi Sad, duke vrarë 15 persona. Studentët morën një rol drejtues në organizimin e protestave, duke përdorur kanale digjitale të komunikimit për mobilizim. Gjatë janarit 2025, protestat u intensifikuan, duke përfshirë bllokimin e rrugëve kryesore në Beograd dhe qytete të tjera. Pavarësisht dorëheqjes së kryeministrit Miloš Vučević në fund të janarit, protestat vazhduan me synim arritjen e ndryshimeve të thella politike dhe luftimin e korrupsionit. Për datën 15 mars është paralajmëruar një protestë e madhe në Beograd, ku pritet një tubim masiv i qytetarëve nga mbar Serbia për të shprehur pakënaqësinë për situatën aktuale politike dhe për të kërkuar ndryshime.